Jam shumë i shqetësuar për vetë problematikën e përmbytjes së fshatit nga lumi Dunavec. Nuk është faktori, plus është faktori kohë, plus është edhe faktori njeri. Po t'ishin na për portat, nuk do kishte përmbytje. Urdhroni, shikojni sa është tendenca. Lartë me poshtë në portat. Çfarë ka përmbytur? Demi Alberi papar. Po, këti magazina në fshat, vetëm mua me është bërë një dëm gati 2 milion lek. Me blejtë, me baza ushqimore, baktisë komplet. Ka dalë jashtë funksionit, se s'ke ku ta thash. Mire, po t'ketë kohë, po mund ndërhyme dhe ta shpëtojme. S'ka kohë. Nuk e di, unë për mendimin tim, se kush do qartëm tua, do dëm shpërblimi, se është faktori njeri, nuk është faktori kohë. Demi papar, tër magazina në bushtë, tër madhe e mushur me ujë brenda, komplet, tër materialet. Se tigat i kanë të mbydo si po shikon, janë të mbydo dhe ujë doli jashtë 100 orë 2 të natës ka mund që vi vërdat. Dhe pa gjumë, dhe asjeri nuk ka qarë kokun dhe vite që koj qarë betë tuja. Për tërë nërmarja nuk pas ka një balangu që të ngrej tigat. Mbajnë diva të mbyllura në këtë kohën në ndorë. Që do vatitin tani, është për të vatitur, sezoni vatitje. Demi papar, ja të marrë në kamerat vishti që kështë të tëra gjerët nujen, brenda në magazin. Ja të t'kysh do të një që janë për këtoja. Akoma që janë për këtoja. Portat. Të vinë të apin portat se do bërë si prapë natën edhe do këtë katastrofë të madhe. Kajtë të themi. Porta, ma të kalon të mi porta të. Po gjalli. Edhe vjetë jo dhe rrërë, nuk jo dhe më Atje